e mira është që askush mos konsumoj as pije që janë me gaz dhe me sheqer të shtuar, nëse kanë dëshirë më mirë është që kafe, po themi ekspres sa një. Tani te fëmijët as kafe. Jo, po flas mosha mbi 18 gjithmonë. Tek adultët pa diskutim një çaj, ujë është, le të themi, pija më e mirë që ne mund të kemi. Dhe një frut, konsumohet një frut i plot, nuk ka arsye pse të pihen dhe frutat e shtrydhur, sepse ato kanë sasi të shtuar sheqeri. Dhe te pacientët që janë me diabet, ne nuk i rekomandojmë frutat e shtrydhur sepse ato kanë shumë sheqer. Dëgjoj shumë gjithmonë nga rrjetet sociale, unë nuk është se i besoj, jam të njerëzit me shumë këmbë tokë, madje ne në gazetari bëjmë edhe trajnojmë gazetarët që si të evidentojnë të vërtetën ose të pavërtetën nga rrjetet sociale. Por shikoj që janë disa fruta që në diabet janë shumë problematike. Një prej tyre kam parë që është banania, pra të jep shumë problem. Është e vërtet? Po, banania ka shumë karbohidrate. Nga ana tjetër fiku ka shumë karbohidrate, rrushe ka shumë, hurmat, qershit, natyrisht, asnjë prej këtyre që ne po themi nuk janë të ndaluara në diabet, që të mos bëjmë. Të gjitha mund të përdoren, çështja e gjitha te sasia, që këto frutat që ne dimë që kanë shumë karbohidrate, të konsumohen më pak dhe në sasi më të reduktuar. Kështu që, pra të mos ulemi dhe të ham 5-6 fiq, po një fik. Ndërkohë dhe ju jeni me atë idenë që pas orës 5-6 njerëzit është mirë të mos konsumojnë. Mirë që darka të mbyllet herët, edhe te pacientët, sidomos te pacientët që vuajnë me diabet. Darka të mbyllet herët në mënyrë që të ketë kohë, po themi, organizmi. Natyrisht ne, të paktën nga studimet që kemi, nuk kemi parë vlerë të shtuar dhe që kjo të jetë e provuar shkencërisht e fasting, pra e dietave që bëjnë esëll një kohë ose që rrin pa ngrënë për një kohë të gjatë, por mbyllja e darkës herët dhe të qenurit e lehtë darka, pacienti ndihmon të flejë më mirë dhe natyrisht ndihmon dhe metabolizimin e sheqerit në përgjithësi për të nesërmen. Kam një pyetje sepse has shpesh edhe me kolegët e mi. Po mjekët, infermierët, i zënë një nga këto sëmundje apo ju nga që dini gjitha nuk keni asnjë lloj problemi me? Patjetër që i zë. Të gjithë mund të zërë kjo sëmundja. Se dëgjoj që jeni shumë të kujdesshëm nga që normalisht i dini edhe pasojat. Apo asnjë nuk është imun. Madje këtë nuk ta them dot. Madje kam me humor, Kam përshtypjen që mjekët nuk janë aq të kujdesshëm për veten e tyre. Për shkak edhe të sepse në pjesën më të madhe të ditës së tyre zën hallet e të tjerëve dhe kur vjen puna te hallet e tyre, përpiqen mos i konsiderojnë si halle dhe merren më pak me veten se ç'merren me të tjerët. Biles ne në biseda miqësore që bëjmë me kolegët tanë, ndoshta ne jemi individët që bëjmë më pak analiza për fat keq. Që kujdesemi më pak. Ndërkohë kam një pyetje tjetër që lidhet me mënyrën e jetesës, stresi. Ndikon te këto sëmundje apo jo? Te diabeti sidomos. Ndikon shumë dhe ndikon edhe te pacientët që sëmundjen e kanë të instaluar për të rritur sheqerin në momente të caktuara. Sepse gjatë stresit në organizmin tonë prodhohen disa hormone, siç është kortizoli, siç është adrenalina, siç është growth hormone, të cilat shërbejnë për të rritur në mënyrë të shpejtë sheqerin për fat të keq. Pra ky është një efekt ansor i tyre. Dhe për këtë arsye, sidomos tek individët që kanë sëmundjen, mund të psojnë një variabilitet dhe rritje të vlerave të sheqerit nëse gjatë jetës është kaluar një situatë stresante. Pra ndikon edhe ky është. Ndikon shumë stresi. Mirë, po shkojmë në fundit të intervistës. Për ta mbyllur, çfarë do t'i rekomandoni të gjithë njerëzve që kanë këto simptoma ose edhe që nuk kanë? Çfarë të kenë kujdes? Mesazhi im kryesor është që në çdo rast që e shohin që kanë këto simptoma, duhet patjetër të adresojnë sistemin shëndetësor dhe të kërkojnë ndihmë, të bëjnë analiza. Pastaj në varësi të rekomandimeve që mjeku i tyre i familjes apo dhe specialisti mund t'ju jap, sepse diabeti përgjithsisht është një patologji që edhe mjeku i familjes mund ta trajtojë, sidomos në fazat e tij të hershme. Kjo është nga njëra anë. Nga ana tjetër, pacientët që janë me diabet, bëj thirrje gjithashtu akoma më shumë që të jenë prezent në sistemin shëndetësor, pikërisht për këtë parandalimin sekondar dhe për kontrollin në kohë të komplikacioneve, sepse nëse ato kapen në fazat hershme, dhe ndihma që mund t'ju jepet është më e madhe. Kuptoj. Dhe mbi gjitha, jo një jetë dembelesh, po jo një jetë dembele, jo një jetë sedentare. Sedentare, po them dembelesh. Kemi aktivitet fizik dhe madje në për këto digituaret e librave të endokrinologjisë thuhet që edhe nëse nuk është e mundur të bëhet shumë aktivitet fizik, çdo lloj aktiviteti fizik blen. Mua më bëri përshtypje dhe me këtë ndoshta edhe mbyllim, po shkoja në Suedi, njerëzit në zyra kishin po përdorin këto tavolinat që ngrihen edhe marrin edhe pista të vogla ecje.
Dhe ecin në zyrë Që bëjnë aktivitet fizik ndërkohë që edhe punojnë. bëjnë në zyrë ndërkohë që punojnë. Pra një gjë revolucionare dhe me sa pash ishte ndër vendet me niveli më të ulët të personave që kanë probleme me diabetin, mos gabojmë. Pra. Ndoshta ka koha dhe futjes të teknologjisë në profesione, në sidomos në këto punë të zyrës. Pa diskutim, sepse dhe qëndrimi gjatë, ullur, ka ato pasojat e veta, domethënë. E që se jemi këtu, punë të zyrës janë njerëzit që bëjnë punë zyre, preken më shumë, apo si është që se kemi të dhëna, jo statistika? Pra, faktorët janë gjenetik nga një anë, dhe kjo është një shtyllë shumë e fortë e diabetit tipit të dytë, dhe nga ana tjetër stili jetesës ku futet dieta natyrisht, por dhe aktiviteti fizik. Kështu që nuk mund të jetë kaq absolute që të themi vetëm njerëz të zyrës, sepse nëse ata ushqejnë shëndetshëm dhe bëjnë ecje mbas dite ose vrap të lehtë, nuk futen te kategoria që kanë risk për diabet. Sikundër dikush tjetër që bën një punë ndoshta një çik më të lodhshme, por nuk bën fare një jetesë të shëndetshme, nuk ka fare mirë, mbas punës nuk bën asgjë tjetër, vetëm rri ulur, mund të ketë më shumë gjasa për diabet se dikush që punon në zyrë. Pra mund të kompensohet, dua të them. Po, dhe për ta mbyllur është kjo sëmundje më e përhapur në Shqipëri apo jo? Kjo është një ndër sëmundjet më të përhapura në Shqipëri. Pra vijon të jetë Vijon të jetë në top listë.